me datën 10/06/2026 i drejtohem me shkrim menaxhmentit të gjykatës, sekretariatit dhe këshillit gjyqësor për mungesë të klimatizimit, por nga ta nuk marr asnjë përgjigje. Kurse me datën 17/06/2026 shkoj në këshill gjyqësor për të kërkuar sqarim rreth problemit të klimatizimit, ku aty takuam me kryesuesin e këshillit dhe drejtorin e sekretariatit dhe më informojnë se kanë angazhuar një ekip për sanimin e problemit të klimatizimit dhe më premtojnë se brenda 10 ditësh do të rregullohet klimatizimi në një masë të konsiderueshme, pasi për sanimin e problemit me klimatizim të plot na duhet kohë dhe mjete buxhetore në të cilat as këshilli as sekretariati për momentin nuk i kanë në dispozicion. Me datën 25/06/26 kemi një sanim të vogël të klimatizimit, ku sipas ekipit punues të angazhuar në terren pritet që sistemi i klimatizimit të jetë plotësisht funksional për pak ditë. Gjithashtu vlen të theksohet se ka pas kërkesë nga administrata e gjykatës për reduktimin e punës. Unë si kryetari i sindikatës me datën 01/07 jam drejtuar me kërkesë zyrtare menaxhmentit të gjykatës dhe këshillit gjyqësor, duke kërkuar reduktimin e përkohshëm të orarit të punës për shkak të temperaturave të larta dhe kushteve të rënda të punës në pallat. Kjo kërkesë është bërë duke pasur parasysh se sistemi i klimatizimit nuk funksionon në kapacitet të plot dhe temperaturat e larta po e vështirësojnë seriozisht punën e të gjithë punonjësve dhe zhvillimin normal të proceseve gjyqësore. Normal, unë e përshëndes vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të autorizuar kryetarët e gjykatës që sipas vlerësimit të situatës të ndërmirën masa për mbrojtjen e shëndetit të punonjësve gjatë kësaj periudhe me temperaturë të larta. Presin që këto masa të zbatohen sa më shpejt dhe njëkohësisht të përfundojë rregullimi i plot i sistemit të klimatizimit në mënyrë që të sigurohen kushte normale dhe dinjitoze për punë. Por unë deri më tani nuk kam pranuar ndonjë njoftim zyrtar për këtë vendim. Hiq më larg se këtë javë e kishim një seancë e cila ishte paraportë mba gjatë gjithë ditës në departamentin për të mitur, por kur erdhi mesi ditës, pra kur u kthyem pas pauzës, pothuajse ishte e pamundshme të qëndrohet në ato salla. Nuk është e lehtë një punë si avokatia ose si çështja e përcjelljes së seancave do shumë koncentrim, do që t'jemi gjatë gjithë kohës të jemi si thosh komoditet dhe të kemi komoditet dhe temperaturat e larta pothuajse e bëjnë të pamundur që truni të veprojë dhe të operojë dhe kushdo që merr pjesë në seancë ta jap maksimumin ose ta jap më të mirën e vetës. Prandaj, si isha duke thënë, në javën e kaluar, gjatë sesionit të pasdites, pothuajse ishte pamundur të bëhet seancë ku njëra prej palëve gati sa alivanos prej temperaturave të larta, sepse nuk janë veç temperaturat, ai objekt ka probleme edhe me ajrosjen. Prania oksigjenit në ato objekte është pothuajse më vogël se sa është e rekomanduar ose se sa duhet. Departamenti special i gjykatës themelore pothuajse i ka shtyrë gjitha seancat të cilat nuk janë urgjente. Shtyrja e seancave ndikon drejt për drejt në të drejtat e palëve në procedurë penale. Pra, sa që një seancë shtyhet, të drejtat e dikujt shkilen të drejtat e pandehurve, zakonisht kur ata janë në masën e paraburgimit, shkilen edhe të drejtat e palëve të dëmtuar.